I siguroj mësuesit se nuk do ketë shkurtime në numrin e mësuesve. Jo. Ajo që do ndodhë do ketë zvoglime të numrit të nxënësve në klasa. Nuk do ketë klasa me 32 nxënës, klasa do zbresin me 20 nxënës, 25 nxënës. Mësuesit do ketë rrogën 1.500 euro minimumi. Pra, nuk do ketë mesatare për shku në universitet për gjimnazistët. Pas marrimit të universitetit, qeveria do të subvencionoj, do të paguaj sigurime shoqërore për ata që marrin në punë të rit. Sikundër do garantoj grante. Pra, miq, ky është programi ynë, që krijon një mundësi të re për çdo qytetar dhe u kthen parat atyre. Mund të flas 2 ditë rresht pa ndërprerje për vjedhjet dhe abuzimet e Edi Ramës dhe ministrave të tij, që shkojnë në shkallën më ekstreme. Po kthehem nga një kongres, po ja u thash dhe mram qytetarëve, kur unë u tregoja se për djegësin e Tiranës janë dhënë 130 milion euro dhe djegësi nuk ekziston prej 6 vitesh as një tull. Ju them të vërtetën, ata që më dëgjonin nuk e besonin. Dhe detyrohesha t'ja u ktheja 2 dhe 3 herë dhe t'u shpjegoja sa ai nuk ekziston. Po ja që ndodhë në Shqipëri, ndodhë që s'ndodhë askund në botë. Ndaj dhe 11 maj është një ditë të ndahemi me këtë të keqet madhe. Është një ditë të votojmë për veten tonë. Ne do vazhdojmë subvencionet tona për çdo fidan, si të thash. Ne patëm projekt në ullirit të arrorve dhe u siguroj se nuk do mbetet kodër pa u mbjell me ulli, lajthi ose vreshta në gjithë Shqipërinë. Shqipëria mund të jetë vendi i prodhimit të frutave më të mrekullueshme dhe në sasirat më të mëdha. Është një kopsht natyror i vërtet, por ne sigurisht do të subvencionojmë dhe bimtarave dhe të gjitha llojet e prodhimeve. Banka e zhvillimit do ketë një sektor të veçantë për bujqësinë dhe do çlirojmë nga këto mikrokredit, se edhe këto me interesat e larta ju sjellin shumë të lashe ju. Ne do garantojmë për ju kredit buta nga Banka e Zhvillimit. Pastaj ju do ndërtoni jetën tuaj, të rinjt do punojnë, fermat do të ecin, dhe Shqipëria do bëhet më e mkamur, më e pasur dhe ju më të pasur. Faleminderit. Votar numrin! Votar numrin! Votar numrin! Fitore! Grazie a tutti e buona giornata a tutti. Grazie di essere così tanti per una grande persona come è Berisha. Avete la fortuna di avere una bella terra, siete delle belle persone, perché noi italiani sappiamo quanto valete, vi abbiamo presi a braccia aperte e voi avete dato tanto al nostro paese, siamo orgogliosi di essere amici.
C'è una profonda amicizia fra l'Italia e l'Albania, e questa amicizia deve essere ancora più rafforzata e lo possiamo fare solo con il primo ministro Berisha. E questo ora sta a tutti voi, spetta a voi, domenica 11 andare a votare, portare persone a votare per cambiare il vostro destino. Possiamo fare tante cose fra il Parlamento italiano e il Parlamento albanese, ma dobbiamo collaborare e cooperare con una persona come Berisha che conosce l'economia, il territorio, l'agricoltura e le infrastrutture, la sanità, la scuola di questa bellissima nazione. L'Italia non va mai abbandonato e mai vi abbandonerà e anche questa volta sono certa che faremo grandi cose insieme. Il governo italiano di centrodestra sta puntando molto su tutti i paesi vicini, amici e soprattutto per lavorare insieme, perché il lavoro dà dignità e noi vogliamo rendere dignità a tutti i cittadini europei e vicini a noi. E noi vi aspettiamo nella grande famiglia del Partito Popolare Europeo, lì dove facciamo le cose insieme, possiamo costruire un futuro insieme e possiamo avere tutti un mondo migliore, perché noi vogliamo il benessere di tutti, la dignità di tutti e che tutti lavorino e possano guadagnare bene. E anche la salute è importante, la salute per tutti i cittadini. Vedo tantissime bambine e bambini che hanno il diritto di crescere in un paese sicuro, un paese con una sanità certa, una scuola certa, una giustizia certa, perché gli imprenditori devono tornare a investire in questa bellissima terra e voi potete lavorare insieme, per cui mi raccomando, andate tutti a votare domenica 11 maggio, ma convincete amici, parenti, conoscenti, perché oggi il destino dell'Albania è nelle vostre mani. Con il voto potete cambiare questa nazione. E io tornerò qua con voi a festeggiare e a fare un programma insieme Italia-Albania, come ai tempi di Silvio Berlusconi. Grazie. Faleminderit. Siç e tham dhe në hyrje të takimit, ky është një bashkëbisedim i doktor Berishës me fermerët e zonës për çështje që kanë lidhje me programin e Partisë Demokratike në ndihmë të fermës, të bujqësisë dhe të zhvillimit të tyre. Ju lutem, kush e do fjalën, pyetje, komente, ndonjë gjë që duhet sqaruar, ta mbajmë sa më shkurt, t'i japim mundësi që të gjithëve që të flasin edhe të bëjmë pyetje për këtë program. Zë Salim mi sërë dhe në zonë tonë. Faleminderit. Jam i demokratin zjarë që kam vite që votoj Partinë Demokratike. Si kryetar këshilli është çdo gjë. Për votat. Për bujqësinë e keni idenë ç'po ndodh për momentin në fshatin tonë? Në fshatat përreth? E keni idenë? Një pyetje, kaq thjesht. Urdhoni. Një pyetje thjesht, e keni idenë ç'po ndodh në fshatin ton, në fshatet këtu përreth për bujqësinë? Konkretisht, Do falni pak, ha? për bujqësinë në tërësi, e thash që në fillim, Nuk kisha që falni. është e diskriminuar totalisht, e injoruar për të mos thënë ndëshkuar, se një qeveri që vendos taks asimetrike është qeveri armiqësore ndaj fermerëve. Që në këtë moment, ka vetëm këte, të vendosish taksën asimetrike, i thua grumbulluesit, merr prodhimet e importit dhe rea u kthyer prodhimet në fushë.
Nuk e bën asnjë qeveri në Europë. Nuk hap asnjë qeveri në Europë. Kufirin, si që hapi ky me Ballkanin e hapur. Asnjë qeveri nuk heq taksën mbi qumshtin plur në mënyrë që të shteroj qumshtin e lops. Pra, u dhash disa, pastaj fola për buxhetin. Buxheti për bujqësinë është 1/5 e atij që duhet të jetë. Këto janë sigurisht pasoja në çdo vend, ndryshojnë sipas vendeve. Por këto janë në një mënyrë ose një tjetër janë me pasoja shumë të rënda për fermerët dhe për falimentimin e fermave. Këto sjellin falimentimin e fermave. E kuptova shumë mirë përgjigjen tuaj, por në këtë moment ne si fermerë të gjithë këtu, se shumë nga këta mund të jenë 90%, 95% janë demokrat. 1% që mund të jenë socialist. Mund të votojnë votat e tjera, pak në cika. Po 95% i ke demokratu, dhe unë personalisht kam qenë dhe kryetar këshilli për votime dhe çdo gjë. Ashu. Sot unë po e shes domaten nën kosta. Ashu. Tashti, që unë t'u them fëmijëve të mi, jetoni këtu në Shqipëri, sepse këtu do ketë një të ardhme të shumë të bukur. Dhe fëmija im nesër më thot, ti baba më premtove një të ardhme. Ku është kjo ardhmja? Me çfarë mund t'ja vun atë ardhme aty kur sot domatja është 700 lekë domatja, kile domatës, kilogrami domatës. Kur? Do më falni pak. Po. Se shumë mund të flasin këtu, por flasim një realitet. Ndërkohë, plerat kimikate janë në kulmit. Se bëhen shumë mediatike pesticide. O përdoren pesticide në Evropë, nuk përdoren në Ballkan. Nuk ka shans këtu dhe ne. Bëhet domatja për 4-5 ditë e kuqe, nuk përdoren. Ashu. Bëhet mediatike dhe na nxjerrin namin e keq. Ne në Evropë për pesticidet. Një zotëri këtu te ne para pak kohësh ka hyrë në burg për gjëra të kota. Pa arsye. Pse? Se ishte demokrat i zjarrt. Dhe ai zotëria që është i gjatë atje e ka futur vetëm se kaloi 11 maj. Se është se ai do dali, sepse të ka asnjë faj. Dhe ka futur vetëm për mos të marrë votat e tuaja. A zotrin. Dhe ne nuk mund ta lejojmë këtë gjë. Veç asaj. Nuk ka asnjë faj robi botës të rrinë në kot në burg para burgim pa asnjë arsye. Se nuk ekzistojnë pesticide këtu në zonën tonë. Nuk ekzistojnë. Këto janë mediatike. Si mund ta zhdukim ne këtë? Rasti konkret do shifet. Por ne jo vetëm për bujqësinë, po dhe për njerëzit, për fatin më të keq, lejojmë importin e ilaçeve që nuk shiten në Bashkimin Evropian. E ndryshuan ligjin këta. Ne kishim një ligj. Asnjë ilaç nuk shitej në Shqipëri që nuk shitej në 2 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Pse kishim këtë ligj ne? Këtë ligj e kishim sepse kërkohet analizë laboratorike me përgjegjësi të madhe. Enti evropian i vlerësimit të ilaçeve, i analizave, është enti më serioz në Europë. Dhe kur ky ent i miraton ilaçet për të shitur në një vend apo dy vende të Bashkimit Evropian, atëherë Shqipëria mund ta blejë atë ilaç. I sigurt se qytetarët marrin një ilaç të efektshëm. Çfarë bëri ky? Sa erdhin pushtet në ndërmjetësimin e Vilmanushit, ndryshoi pikërisht këtë ligj. Tani, këtë ligj
ne do e vendosim dhe për inputet bujqësore. Pse? Unë nuk po dyshojnë atë që thua, vërtet këtu mund të vinë vetëm inpute që shiten në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Por inpute bujqësore, insekticid dhe pesticid prodhohen nga 10 vendet të tjera. Pra, në qoftë se ky pesticid, ky insekticid është i miratuar nga enti europian i përdorimit të tyre në vendet europiane, do përdoret në Shqipëri. Ky është qëndrimi ynë. Por gjë ndodhi ama. Shi çfarë ndodhi? Them unë ty. Ballkani i hapur filloi kur shoh unë eksporti kryesor i Shqipërisë në Serbi ishin inpute bujqësore që Shqipëria s'prodhon as 1 kilogram, që i kishin sjell depozitua këtu dhe tani i transferonin në vende tjera. Do të them që qoftë farmacia e BIMS, farmacia e njeriut, farmacia e kafshëve, duhet të jetë kontrolluar në mënyrë që të mos cenoj shtetin as kërkujt. Për rastin konkret, ai do shqyrtohet, e besoj atë që thua që është demokrat dhe këta bëjnë luftë klasash, nuk kam asnjë dyshim. Nuk dyshoj fare ato që këta bëjnë luftë klasash. Arsyeja për çfarë e them që kjo është e sigurt. E dini shumë mirë me që ndodhi me salmonelën të mishin e pulave që hyrin në Po, ashtu. Imagjino, dhe sot e kësaj dite nuk kemi asnjë të akuzuar për salmonelën Po. që hyri. Kemi asnjë të akuzuar sot e kësaj dite. Asnjë të akuzuar. sepse është socialist, është deputet. A shikove demokratët? A e morë vesh. Salmonella, edhe një minutë. Nga salmonella u smur dhe Edi Rama. Pikërisht. Në spital, prit tani. Ju lutëm, jo është e vërtet. Prisni, shkojnë në spital dhe tani i turpruar nga mjekët, u thot mjekëve, e kam nga breshka, se marrë 2 breshka në shtëpi për arsye tjera, shtetësore i marrë, okej. E kam nga breshka, e kish nga salmonellat e vulletësins. Po, ajo dje se kush i tregtoj ato. Kush e ka, si quhet ai dyqanet e hipermarketa. Big Market. Po. Ato i shiten. Po vulletin e ka ashtu ai, e ka sponsorizues. Për moment nuk ka njëri të akuzuar Asnjë s'ka ta për këtë çështje. Po, sigurisht. Tashti, për disa mandarina që ishin të cilësuara, të kontrolluara, dhe çdo gjë që nuk ka shans të hyjë këtu sot, është një njeri i akuzuar dhe bën paraburgim pa faj. Sepse ishte demokrat. Demokracia. Mirë shumë. Të falënderoj shumë për ndërhyrjen.